kthyer pas performancës së bendit dhe tani është koha për mysafirën e radhës në studio. Si zakonisht do të diel, në këtë studio jemi mësuar të kemi gra dhe nëna të forta që pavarësisht se ka i kanë dërguar jetët e tyre, ato nuk kanë zgjedhur të dorëzohen asnjëherë. Sot do të kem një grua për të cilën mund të them lërshëm se ka qenë më e fortë siguri dhe nuk dorëzua asnjëherë. Nga ditët të mbushura me lumturi dhe gzem, pati nga ato ditë që i pati të mbushura me makthe dhe shpesh ndoshta pa asnjë shpresë. Për më shumë e pres në studio Ida Vogle. E dashur. Përshëndetje. Mirë se na erdhe. Përshëndetje. Kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Faleminderit. Duket që libri ka për mua. Është një dhuratë e vogël për ty. Faleminderit shumë. Nga bota e Idës. Me shumë kënaqësi dhe me shumë dashuri kam e lexuar. Faleminderit. Pse do ta flasim pak më vonë. Kështu që të ftoj të ulesh. Faleminderit. Ida, është shumë kënaqësi të kem sot në këtë studio. Kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë për me ardhur sot në studio, duke pas parasysh angazhimet edhe se sa e angazhuar je dhe vendi normalisht që ku je. Nga Shqipëria e madhe. Faleminderit shumë dhe ju për ftesën. Është kënaqësi që unë të ndaj pak nga bota e Idës. Pikërisht në këtë studio me ju. Po e nisi kështu krejt në fillim, pikërisht vjen shpesh në Kosovë? Janë të shpesh të vizitat apo rolle për mall, apo të pruni kjo intervistë sot? Është e vërteta, duke nisur shumë nga 2025, e kam bërë shumë shpesh rrugën e Kosovës, duke qenë se jam futur dhe botës së librit me këto aktivitetet e shumta që kam hasur. Mbi 10 herë kam qenë vetëm në 2025 në Kosovë. Sepse kur të kam ftu, kur kam fol me ty, nuk hezitove as pak dhe kënaqësia jote ka shumë e madhe për me ardhur. Pavarësisht distancës. Patjetër, Shqipëria dhe Kosova për mua janë një, edhe kam pasur rastin që të bëj shumë miq të mirë këtu në Kosovë dhe ndihem shumë ngrohtë, tamam si në shtëpinë time. Ida, e nisa edhe në fillim që me prezantimin tuaj që ke qenë më e fortë sigure. Si do ta përshkruaje vetën kur i ndëgjon ndoshta këto fjalë? Unë gjithmonë veten time e kam mbajtur si një njeri të fortë. Mirë po, ndonjëherë jeta të përball me disa sfida, ku ti vërtet e kupton që ajo forcë është një forcë e cila bëron nga brenda dhe është një forcë e cila ekziston prej vërtetje. Në një moment shumë të vështirë të jetës, e ndjej veten që okej, deri këtu ishte dhe unë s'mundem më, por jo. Ajo forca që unë kam menduar gjithmonë për veten time ekziston edhe shumë herë më e fortë nga çka unë kam menduar se është. Veten time do ta përkufizoja si një njeri i sfidave. Një njeri i sfidave e cila e gjen gjithmonë mënyrën për t'i kapërcyer. A ke qenë gjithmonë kaq i fortë e tillë apo sfidat e jetës të pronën në këtë zgjedhje dhe ta imponuan këtë zgjedhje? Njeriu i bëhet i fortë nga sfidat e jetës, mendoj. Sepse sa më lehtë jetë jeta, ti mund thuash jam më fort, apo sado e lehtë jetë jeta, ti nuk e kupton veten tënde. Me anë të sfidave ti zbërthen atë çka ti je vërtet. Edhe mendoj që sfidat më kanë bërë të jem kaq e fortë sa unë jam sot. Po du me undal pak edhe tek fëmiria jote me që po flasim për ty. Si e kujton veten e vogël, si ke qenë shërragjike, ke qenë e tillë? Unë kam qenë, kur kam qenë e vogël, kam qenë si një çunë. Kanë qenë kohët shumë ndryshe, jo si fëmiria e cila është në ditët e sotme. Rinim gjatë gjithë ditës në rrugë duke lozur, ato lojrat e tona të viteve, shumë viteve më përpara, duke qenë se jam dhe një brezi, jo. Dhe kam qenë si një çunë, gjithmonë shoqërohesha me çuna, luanim futboll, luanim topa djeksi, kanë qenë këto lojrat e fëmirisë tonë. Por që nuk është se isha një nga ato vajza që rria me kukulla në shtëpi, apo që vizatoja, kam qenë totalisht ndryshe. Ma dhurove një libër në hyrje dhe thashë do flasim pak më vonë për këtë pjesë, sepse një pjesë shumë e ndjeshme e jetës tënde është edhe poezia. Poezia, po. E ke një pasion të madh për të përshkruar vargje për jetën tënde, aq më tepër kjo libër e fundit është komplet për jetën tënde. I dedikohet totalisht jetës time, sidomos të viteve të fundit. Gjithmonë e kam pasur pasion të shkruaj, mirë po
Poezin e kam gjetur në një moment të vështirë të jetës, ku po përballesha me një sfidë e cila më erdhi në jetë dhe më ka ndihmuar shumë. Aty kuptova dhe veten time që unë nuk jam vetëm një shkrimtare për pjesë romanesh, por që jam dhe një poete shumë e mirë që gjë të cilën më kanë vërtetuar vitet e fundit. E di që je duke krijuar akoma, nuk do të ndalesh edhe në këtë pjesë, çka do të presim prej teje? Përpos librit të parë, që është Ndjenja të rrëmujshme, e cila është shkruar rreth historisë time për të përballuar periudhën e ankthit dhe një pjesë e mirë i është dedikuar babait të djalit tim. Unë në proces që e kam gati për botim, është një libër i cili kushtohet ankthit, është përsëri një cikël me poezi. Pastaj kam paralelisht dhe një roman i cili më ka harxuar pak a shumë kohë, por ka nevojë akoma për shumë punë për ta realizuar, duke qenë dhe nga ngarkesa e përditshme që kam. Por tani për botim kam thuajse gati një libër me poezi që është i kushtuar totalisht ankthit. Duke qenë se e kam përjetuar mirë dhe mendoj që jam aq e denjësa për të shkruar një sëmundje mendore, mund ta thoj, këtyre vendimeve negative, për të shkruar dhe për ta sjellë në jetë një krijim të tillë. Unë e lexova vetëm një pjesë të shkurtër përpara se të hyjmë në studio dhe ke diçka fantastike dhe mos u ndal asnjëherë. Faleminderit. Ja, mund ta ndaj atë fragmentin? Po, mundeme. Okej. Atëherë, Kushtuar ankthit është një poezi e shkurtër në të cilën unë po zgjedh të lexoj sot. Dashnor i vjetër, i njoh qimet e tua të egra, dhe syt si vrima të zeza që më ngëlltisin diellin. Ta njoh buzëqeshjen, që si acid mi shkrin kujtimet dhe më mashtron dhe më verbon, si tymi që të hyn në sy, të njoh ty dhe ikën tënde pa lam të mirë. Kishte një poezi e shkurtër, cilën ja kam kushtuar, pjesë e librit të ri. Për shumë njerëz, le të themi që shkrimi është stre, por është shkrimi ajo ku ndoshta e largon krejt frikën edhe atë ngarkesën që e ke. Po, mendoj se po. Ka njerëz të cilën atë frikën e kalojnë në mënyra të ndryshme. Varet se si ti e gjen veten tënde. Disa mund ta kalojnë duke bërë udhëtime, disa të tjerë duke shkruar, disa të tjerë duke lexuar, disa të tjerë me hobe të tjera. Unë kam gjetur pikërisht largimin e frikës time të brendshme, pikërisht duke shkruar. Dhe shkrimi më ka ndihmuar shumë që të largoj të gjithë mendimet e mia negative dhe energjinë time të keqe. Përpara se të ndodhin krejt këto sfida, Ida, ishte ditët e bukura, momentet e lumtura ku bekimi më i madh i jetës tënde ishte të bëhesh nën, të cilat padyshim i përjetuat bashkë edhe me bashkëshortin tuaj. Si ishte momenti kur veç e kuptove se do të marrësh një epitet të ri? Përpara se të vinte Rajde në jetë, ne kishim planifikuar përpara që ishim gati për të pasur një fëmijë. Dhe në ato moment gjetëm një ginekologe, në të cilët bëm vizitat e para për të parë nëse diçka jemi në rregull ose diçka nuk është në rregull. Bëm vizitat e para, siç mund të kem probleme shumë femra, dhe ishim okay. Në momentin që ginekologja tha që okay, është gati që ju të nisi një fëmijë, domethënë çdo gjë ishte planifikuar që Rajden vinte në jetë. Në fillim duke e çuditshme, në momentin që mora vesh që okay, isha shtatzan, ishte një lumturi shumë e madhe dhe më duke e çuditshme. Pastaj kur morëm vesh që gjinia e bebit ishte djalë, ishte akoma dhe më, nuk e di, e kam pritur, nuk e besoja dot që unë kisha një djalë, duke qenë se ne jemi gjithmonë fis gocash dhe gjithmonë isha atë idenë që unë e kam një vajzë. I kisha gjetur dhe emrin e kam një vajzë. Po, i ke vënë edhe emër. I kisha vënë dhe emrin që i thirrja në bark që e kam vajzë. Ka qenë periudha kur kisha për të bërë një eko e 12 javshit dhe kur shkëm te ginekologja nuk isha përgatitur për gjinin e bebit sepse kisha menduar që të bëjmë një baby shower e të tjerë dhe duke bërë ekon vizitën më thotë që bebi është djalë, do me thënë mi prishi të gjitha planet që kisha menduar e morëm me shumë herët që ishte një djalë. Çfarë ndjesish ke pasur një shtatzani të lehtë, ke pasur teke? Jo, nuk kam pasur teke. Ka qenë një shtatzani shumë e lehtë, madje nuk kisha asnjë lloj shenje dhe për këtë çuditesha, nuk kisha asnjë lloj shenje që mund thoja kam ndonjë problem ose diçka nuk shkon mirë absolutisht. Deri ditën e fundit
unë kam qenë punë, përpos që periudhën e fundit, muajt e fundit, ishte edhe Covidi, i cili na izoloi për 3 muaj. Mirë po, lëvizja her pas here, duke qenë si ishte edhe në marrëdhënie pune, lëvizja her pas here, me këto oraret e limituara, dhe në përgjithësi kam pasur një shtatzani të shëndetshme. E mban mend ditën, natën, kur ke shkuar në spital, si e ndjerë, çfarë ke përjetuar? Atëherë, ditën që jam shkuar në spital, ka qenë A ishte më shumë frikë apo emocion? Ishte më shumë emocion, duke qenë se ishte fëmija e parë dhe unë nuk e kisha idenë se çfarë mund të përjetoja, se si mund të ishin dhimbjet, dhe ishte më shumë emocion. Ka qenë në drekë, në të cilën më plasën ujrat dhe telefonova doktoreshën duke i thënë që shiko, unë kam diçka, nuk ndjeja dhimbje, nuk kisha asnjë lloj shqetësimi. Dhe nisemi për spital, ku na priste doktoresha, bëm vizitat, e mundshme dhe më tha që duhet të presim tani që të shtohen dhimbjet e lindjes, ishin me minuta, do me thënë sa më të shpeshta, aq më afër ishte ora e lindjes, nga ora 1 në të cilën kam pasur ujrat, në orën 8:25 ka lindur Aideni. Momenti i lindjes, a ishte ndoshta një çlirim ashtu le të themi, që ndryshon gjithçka, që ndryshon jetën. Nuk e di, ishte diçka, nuk e di, e papërshkrueshme kur e thash, një fëmijë, do me thënë të ndryshoj jeta, duke qenë një çift, një foshnje të vinë në duar, diçka e papërshkrueshme, diçka mrekulli, mendoj se është një mrekulli e Zotit. Dhe kur ishte ime në ato momente ku ka lindur Aideni, ishte ta shikoja, është mirë, a i ka duar, a i ka këmbët, do me thënë mendime shumë kështu, i numëroja gishtat teksa isha në spital, a është në rregull, a shkon diçka me këtë fëmijë, do me thënë isha shumë e fiksuar ditët e para, shumë e fiksuar, ja gjithë kohë se shikoja, por që në përgjithësi dhe Aideni ka qenë një fëmijë i mbarë në përgjithësi, ndërkohë që gjithë fëmijët tek spitali qanin, ky vetëm flinte ditët e para, por që i kemi kaluar më pas to etapat e vështira. Është ndjenja që thuhet e papërshkrueshme apo jo? E papërshkrueshme është. Ka diçka në për të cilat ndoshta qëndron gjithmonë një buzëqeshje, le të themi. Si e kalove këtë pjesën e rikuperimit pas shtatzanisë, duke qenë se shumë gra kalojnë edhe postpartum depresion? Kisha një mbështetje të madhe, që është e vërteta, bashkëshorti më ndihmonte shumë gjatë gjithë kohës, edhe unë isha shumë e fiksuar me Rajdën që sa herë ndroja, gjithmonë do ta laja në dush. Edhe natën kur e ndroja, unë shkoja dhe e laja, isha shumë e fiksuar dhe më ndihmonte shumë. Jashtëzakonisht, duke qenë se jetonim dhe me prindrit e bashkëshortit, gjyshja e Rajdenit është infermiere dhe ka dhe eksperiencë me fëmijët, sepse merret pikërisht me sektorin e fëmijëve dhe kisha një mbështetje akoma më të madhe te kjo pjesa. Në fakt ajo që ndoshta e ka vështirësu pak më shumë ose e ka bërë më të lehtë, nuk po di si ke mujt me cilësu ti, sepse ka qenë. Është pak më e lehtë, absolutisht kishte momente, ndonjëherë që sidomos 40 ditëshin e parë pas lindjes, që më vinte të qaja. Më vinte të qaja pa arsye dhe qaja, por nuk doja të dukesha te të tjerë, shpesh futesha në dush, që syt mos të dukeshin dhe qaja, pastaj çlirohesha, por që kaloj shumë shpesh. Ishin momente pra. Momente, po. Me krejt këtë dashurin që ti ja ke jep pa kosht, normalisht që ka pas edhe ditë të mira, ke pasur momente të mira, por edhe nga ato të vështirat bashkë me djalin, sepse në fillim, nëse nuk gabohem në një muajshën e parë, ju keni qëndruar 10 ditë në spital bashkë me të. Në 10 muajshin e parë, po ka qenë para se bënte një vjeç, kur unë e kam shtruar në spital për shkak të një temperature të lartë që ka pësuar. Kjo temperaturë zgjati 22 ditë, realisht, dhe një periudhë ne e kaluam në spital. Ishte një gjendje në cilën në fund nuk është se morëm ndonjë shpjegim, në fund doli thjesht një viroz. I kemi bërë dhe testin e Covidit 2 herë, sepse mendonin se mund të jetë edhe Covidi. Ka qenë edhe periudha e pandemisë. Ka qenë periudha, po. Dhe kemi kaluar një periudhë shumë të vështira në spital, sepse kushtet nuk ishin dhe shumë të mira, lëvizjet nuk është se edhe që të kisha ndihmë që më vinte dikush në spital nuk lejohej, vetëm një edhe prindi vetëm një. Në atë periudhë duhet isha unë, sepse normale nëna është më ndryshe, bashkëshortin gjithmonë e linin jashtë dhe ka qenë e vështirë. Ne me Rajdenin ishim mësuar gjatë kësaj kohe, sepse gjithmonë që kur filloi vaksinat e para në muajin e dytë, kalonte temperaturë shumë të lartë. Edhe gjatë gjithë kohës më shumë ishte me temperaturë se sa ishte mirë.
Cila ishte ndoshta frika më e madhe që e përjetoja? Në fillim, të them të drejtën, të shmendesha, nuk më zinte vendi, nuk më zinte vendi, gjithë kohës e kontrolloja, isha shumë e fiksuar. Pastaj u mësova nga kjo gjë, duke qenë se dhe mjeku thonte, ok, temperatura do ta ndihmojë që të rrisë dhe imunitetin e vet, dhe është gjë e mirë, është më mirë kur kalon temperaturë tani, sepse do ta kalon në një fazë tjetër të jetës. Dhe pastaj u mësova me këtë gjë. Pastaj u bëra eksperte, duke qenë se gjatë gjithë kohës shkoja te doktori, te dyre doktori erdhëm ne, derisa një ditë më vërtiti ç'a don më këtu, më tha ti ik në shtëpi, ç'a don më këtu. Dhe sa herë që shkoja, ç'është e vërteta, i thoja bashkëshortit ne po shkoj. Të themun ty çfarë do t'i japi doktori, dhe i numëroj ilaç që do japi këtë, dhe kur shkonin ato ilaç që jepte doktori, i kishim mësuar për vend. Pastaj e mora me sportivitet, sepse e dija që çdo fëmijë smuret edhe. Raiden ka lindur pashtu edhe me anomali shëndetësore. Në fillim e morëm lehtë, domethënë. Na thanë që është një qesë ujë, e cila kur të rritet do shërohet, do bëhet me ndërhyrje. Pastaj na doli që ishte diçka tjetër, ishte një tumor, mas tumoriale, dhe aty u lidhe me një doktoresh, e cila ishte specialiste për këtë punë, nga ku filluam marrim dhe mjekimet. E nisëm në fillim me mjekime, nëse do të kishte rezultat, dhe nëse s'do kishte rezultat, më vonë do i nështroj një operacioni për ta hequr. Fati i mirë ishte që ishte e parrezikshme, kjo gjëja, dhe nga mjekimet filloi rezultati. Gati 3 vite, Raiden është ndjekur me mjekime për këtë gjë, në cilën e kaloi, edhe sot shqyr Zotit gëzon shëndet të plotë. Por që kisha një frikë shumë të madhe, sepse mjekimet që i jepja donin çdo shtator dhe përsëriteshin, ndonjëherë ku kalonte ora, se ndonjëherë e zinte gjumi, nuk kisha si ja jepja. Edhe ishte edhe kjo gjëja që gjatë gjithë kohës 3 vite unë isha në presion, shtatorshi dhe u bëre e fiksuar. Po pas krejt këtyre periudave, krejt këtyre gjendjeve me cilat je përballë, Ida, kush mund të themi se kanë qenë personat që nuk janë ndarë asnjëherë prej teje? Prindrit e mi. Prindrit e mi. Nuk janë ndarë asnjëherë nga unë. Ato i kanë pas mbështetjen më të madhe. Ato nuk e di ku do isha sot, dhe nëse do kisha arritur gjithë të gjërat që kam arritur sot, sepse më kanë ndihmuar goxha shumë. Më kanë ndihmuar shumë dhe me Raiden. Më kanë lënë dhe hapësirën time që unë të kem mundësi edhe të punoj, për të rritur familjen time dhe për të bërë dikush, ato besoj që nuk doja kisha dalë. A ka diçka që ndoshta e kujtojnë çdo ditë, diçka që ta kanë thënë dhe nuk e harron asnjëherë? Diçka që babi ma thot shpesh, që ke gjithë botën, ke djalin, dhe shëndeti është mbi të gjitha, gjërat e tjera vijnë pas. Asgjë nuk është më e rëndësishme se shëndeti dhe se djali jot. Ke pasur ndonjëherë zëra brenda vetes se ndoshta i ke lodhur, i ke mërzitur? Shpesh herë po, sepse në periudhën që kam kaluar ankthin, u bëra dhe pak impulsive. Dhe ndonjëherë kur më kapte ajo gjendja, dhe ndonjëherë e ngrija pak zërin dhe kërkoja gjëra, domethënë kisha ankesa të mijat, normale që ja shpresha prindërve, sepse nuk kisha njëri tjetër kujt mund t'ja shpreja, prindërve dhe kushërirës time, në fakt. Edhe ajo ka pas një rol shumë të rëndësishëm në jetën time, e kam si motor dhe më ka qëndruar gjithmonë pranë. Kto ishin njerëzit që dhe shpesh herë mërzitesha dhe thoja, a mos i fola keq, a mos i angrita zërin më shumë se ç'duhet, po ata gjithmonë kuptonin sepse e dinin se si unë isha, dhe gjithmonë e kam kuptuar që gjithmonë më kam mbajtur me hatër, dhe nga se unë vetëm një vlla kam, dhe nga vllai gjithmonë më kanë diferencuar dhe më kanë mbajtur më shumë. Ndonjëherë më vjen keq për këtë gjë, por që gjithmonë më kanë mbajtur më mirë se vllai ndonjëherë. E rëndësishme është që ata nuk ta kanë lëshuar dorën asnjëherë. Ja. Kanë qenë pranë teje dhe se kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë akoma. Të jenë, padyshim. Dhe se ata sot kanë një befasi për ty. Familja jote e ngushtë, mami, babi, kunata dhe vlla. E dashura jon Ida. Kjo letër vjen nga zemrat e familjes sate për të treguar sa shumë të duam dhe sa krenar jemi me ty. Ke kaluar shumë gjëra në jetë, sfida që kërkojnë forcë të madhe, shpirtërore, por ti nuk u ndale kurrë.
Ke qëndruar e fort dhe ke vazhduar gjithmonë përpara, pavarësisht gjithçkaje. Djali yt, Raiden, vetëm 5 vjeç, është drita jote më e madhe dhe pasqyra e dashurisë, durimit dhe sakrificës sate. Ajo është arsyeja jote dhe bekimi yt më i madh. Babai yt Luani ndihet shumë krenar për ty dhe për gruan e fortë që je bërë. Nëna jote të do pafund dhe është shumë e lumtur për gjithçka që ke arritur deri më sot. Vëllai yt është gjithmonë pranë teje dhe të mbështet me gjithë zemër. Nga ana ime, unë Gjoj, dua të të them se për mua nuk je vetëm kunat, por motër. Të dua shumë dhe jam krenare për forcën tënde, për zemrën tënde dhe për rrugën që ke bërë. Edhe Alajan të dërgon një përqafim të madh. Në thonjza, hala ime e bukur të dua shumë. Vazhdo të ecësh përpara, sepse e meriton çdo gjë të bukur që jeta ka rezervuar për ty. Ne jemi këtu për ty gjithmonë. Nuk e mendoj që Gjoj të ta kishte si një letër të tillë. Unë motor nuk kam, mirë po kam gjetur një motor. Nuk e di, ajo është... Nuk e di. Ne jetojmë në një shtëpi, pavarësisht unë nga marrë shtëpinë time, kur dal nga puna, ne të mami mblidhemi të gjitha tyrim, edhe vetëm gjumin e bëjmë në shtëpinë time, ne aty ham, aty lajmi, aty bëjmë çdo gjë. Dhe jam shumë e fatë që kam një kunat të tillë si Gjoj, sepse unë shkoj shumë mirë me të. Dhe u bë viti 5, viti 6, po më kujtojt mirë që ka armë në familjen tonë. Ka qenë vetëm 16 vjeç, ka qenë shumë e vogël. Dhe unë një herë të vetëm nuk kam bërë fjalë me të madje fundjavat, kur i kaloj me normalisht të dielave, shumicën e rasteve unë dal me familjen time me Raiden, dhe Gjoj dhe një pim nuk mungojnë asnjëherë me ne, janë gjithmonë çdo të diel ne kemi së bashku. E kalojmë dhe sentim ka prekur shumë. Pra, ekziston në raporte me kunat? Ekziston. Unë edhe me hallat e Raidenit kam një raport shumë të mirë, dhe jo më me Gjojnë, cilën e kam shtëpi dhe është rritur te ne, është tjetër gjë. Ida, unë e thash edhe në hyrje që keni qenë më e fortë sigure dhe përpara se gjithçka të ndryshonte, ju jeni fejuar në një moshë shumë të re. Çfarë përfaqësonte për ty ajo lidhje, Ida? Ajo ka qenë dashuritë e adoleshencës dhe dashuria ime e parë, nga ku sot kam edhe një djalë. Lindi shumë herët në fakt fejesa, se e tillë ishte edhe koha atëherë që duhet të bashkëjetonim, të tilla erdhën rrethanat. Dhe e nisëm jetën tonë shumë të vegjël. Kam qenë 18 vjeç në atë kohë, kur jam fejuar me bashkëshortin tim. Kemi jetuar për 6 vite bashkë, mbas 6 viteve kemi bërë dasmën. Pasi kemi bërë dasmën, mbas 2 viteve nga dasma, erdhi në jetë Raiden, që është djali im sot, që është 5 vjeç e gjysmë. Pastaj në periudhën kur Raiden ishte 1 vjeç e gjysmë, ne patëm fatin e keq që të ndahemi nga baba i djalit, duke na lënë dhe duke u larguar nga kjo botë. Pavarësisht se vitet kalojnë, normalisht që plaga mbetet gjithmonë ato, dhe se... Thjesht mësohemi me kohën, mendojmë të që gjëja e parë ose kryesore që ne të jemi mirë me veten tonë është pranimi i situatës. Të gjithë e dim që si jemi të përjetshëm në këtë botë, një ditë dihet, domethënë se si është jeta, mirë po të largohesh në moshë të re është shumë e vështirë. Kemi dëgjuar mjaft histori që, ndodhi një tragjedi, një aksident, apo mënyra rrethana nga më të ndryshmet, ama kur të bie në familjen tënde është edhe më e dhimbshme, është edhe më shkatërruese. Si ka qenë ajo periudhë për ty? Si e ndjerë? Me çka e humbje mendje, sepse ka qenë, nuk diskutohet, e vështirë, e papranueshme? Dëgja, unë që në fillim e pranova faktin që ajo gjë kishte ndodhur. Nuk
ishte e pabesueshme në fillime, ndonjëherë më duket shpeshherë si një ëndër, sikur kisha parë një ëndër dhe nuk ishte e vërtet. Mirë po hallet e tjera të cilët na solli jeta më bën të pranoj komplet të gjithë situatën se çfarë kishte ndodhur dhe duhet isha e fortë për djalin tim, për të ecur përpara për djalin tim, për veten time, sepse unë isha forca më e madhe e atij dhe ishte një fëmijë i cili kërkonte mbështetjen dhe ngrohtësinë time, kishte nevojë për mua. E vetmja mënyrë ishte që unë të bëhesha e fortë për të dyne. Ishte djali që ta largonte ndoshta pak mendjen apo si rrjedhte? Në fillime djali, sepse unë shkputa dhe nga puna, nuk ishe në gjendje të punoja dhe u përkushtova totalisht tek djali dhe me të humbisja ishte periudha kur sapo ishte ngritur në këmbë të este dhe të thonte fjalët e para, fokusohesha totalisht tek ai, kujdesesha për të gatuaja, për të vishja, do me thënë gjithë kohës merresha me djalin dhe kjo ka qenë një forcë shumë e madhe. Më pas ishte dhe periudha e punës kur u riktheva në punë, sepse duhet punoja, normale, për të ecur përpara dhe puna e shumë më ka ndihmuar shumë. Kam arritur të bëj 2 deri në 3 punë gjatë një sezoni dhe më ka ndihmuar goxha edhe puna që unë ta humbas mendjen dhe ta kaloj këtë pjesë sido. Nuk është e lehtë për ta kaluar një gjë të tillë, sidomos kur bie nata. Dita kalon sepse jemi njerëz. Ti mund të kalosh të shkëmbesh një bisedë, mund të konsumosh një kafe me miq, me koleg, mirë po nata është shumë e vështirë. Kur ti kthehesh në shtëpi, edhe shikon që je vetëm ti edhe është vetëm fëmia jote. Ajo është pjesa më e vështirë, ku ti don të ndash dikë dhe s'ke diçka dhe ti s'ke me këtë ndash, është gjëja më e vështirë. Po cila ishte pjesa ndoshta më e vështirë, le të themi, mënyra dhimbja jote apo mënyra si do të arritësh djalin e vetme? Që të dyja të ndërthurura. Edhe dhimbja ime, edhe mënyra se si do të arrisja djalin. Mendoja shumë larg, mendoja këtu e për vite shumë larg. Duke parë se si në çfarë bote jetojmë sot, në çfarë kohësh jetojmë sot, mendoja gjithmonë që si do ndjej djali im kur të rritet dhe të kuptoj dhe të shikoj shokët e tij që janë me prindër, me të dy prindrit, dhe ai është vetëm me mua. Nuk e a do kisha unë, do isha aftun që t'ja dhuroja të gjitha të dashurinë. Është një dashuri e cila normal unë i dhuroj djalit tim dashuri të pakushtëzueshme, ama atë dashurinë për të plotësuar të jatin e tij nuk mundem dot, nuk mundem t'ja japi jo unë, po askush tjetër. As gjyshuritë e tij, askush. Ajo që ndoshta e ka rënduar akoma më shumë gjendjen pasi bashkëshorti juaj nuk është se ka qenë me ndonjë sëmundje, por ka ardhur një vdekje e papritshme. Ishte një vdekje natyrale, po, arrest kardiak. Dhe ti ke fjetur për disa orë radhaze? Po, për gati mund të thuash nga ora 11 deri në orën 7 të mëngjesit. Dhe nuk e arritur ta kuptosh? Jo. Nuk kam arritur ta kuptoj. Të kalon ndonjë traumë, le të themi, kjo? Patjetër. Yes. Në fillime kam qenë empirë edhe nuk kuptoja se çfarë po ndodhte. Thjesht po përshtatesha me gjendjen në të cilën isha, më pas kuptova që po përballesha me një sëmundje, mund ta quajmë në thonjza, sepse është një gjendje jona mendore, që quhet ankth. Dhe duke u përballur me të shpesh herë neglizhoja shumë situata, shumë gjëra, është një ndjesi e cila të kap në momente dhe të del plotësisht nga vetja. Më ka kushtuar shumë, e kam kaluar për një periudhë shumë të gjatë kohe, gati 3 vite e gjysmë, dhe nuk jam pak. 3 vite e gjysmë kam jetuar një jetë që të thuash, si ta shpjegoj, është një lloj ndjesie që nuk ishte si jeta që unë bëja më përpara, ndonjëherë nuk i ndjeja hapat e mia, këmbët e mia tek esnin në tokë. Nuk e kisha të lloj ndjesie, ndjesha komplet, domethënë si një shpirt i lirë në ajër dhe nuk dija se çfarë bëhej rreth meje. Ida, pas kësaj humbje që normalisht nuk mbushet me asgjë, e përmende ankthin që e ke kaluar, por të ka shkuar ndonjëherë në mend t'i bësh vetës diçka? Erdhi një pikë në të cilën mendoja shpesh herë që t'i bëja vetes keq. Mirë po, isha edhe shumë e vetëdijshme për mendimet e mia të cilat kisha dhe dridhesha para vetes, ndërkohë që më vinin mendime të tilla për t'i bërë keq vetes.
shpesh herë kam menduar t'i bëj keq vetes dhe gjithmonë mbyllesha në dhomë duke u kyçur më së shumti në banjo, duke qenë se nuk isha dritare, se kisha frikë, kisha marrë fobi nga balkoni, nga dritaret dhe mbyllesha sepse thoja duke u mbyllur mendoj se unë do ta mbroj veten time nga kjo gjë. Do me thënë arrita në një fazë në cilën kisha frikë nga vetja ime, nga mendimet e mia. I përmende dhe gjyshrit e Raiden të cilët ju keni jetuar bashk në atë periudhë. Sa ndihmon të mbështetja e tyre që ndoshta me e kalu këtë fazë të jetës? Mbështetja e tyre ndihmonte shumë, por duke parë edhe se dhe për ta nuk ishte lehtë që të humbisnin djalin e tyre. Absolutisht. Përpos që unë dhe djali u larguam, morëm një shtëpi tonën për të qenë edhe më të pavarur nga kjo gjë, shkonim shpesh absolutisht, fundjavave, e premte shtun e diela ne ishim në shtëpinë e tyre bashk, mirë po dhe largimi jon, duke qenë se për shkak dhe unë të punës duhet isha afër dhe gjyshrit e Raiden punonin, ndërsa mami im e kisha në shtëpi. Se unë në atë periudhë Raiden e kisha në Çerdhe dhe e shkëputa nga Çerdhja dhe ma mbante mami im në shtëpi. Dhe duke qenë se u larguam dhe ne, pak një periudhë e shkurtër kohë ishte një goditje dhe më e madhe për ta. Dhe e shikoja shpesh herë që edhe ata nuk ishin mirë. Nuk ishin mirë ndoshta ndonjëherë edhe nuk dinin se si ta shprehnin atë mbështetje për cilën donin të më jepnin. Në bisedat që i kemi pas bashk di që përpara se ju të largoheshet nga shtëpia ku vetë se jetonit bashk me ta, kishte edhe fjalë të njerëzve të tjerë. Njerëzia gjithmonë do të flasë, sido që t'jesh. Njerëzit janë kurioz, askush nuk e njeh dhimbjen e tjetrit, siç e thash pak dhe më parë, nëse nuk i bie në shtëpinë e tyre. Dhe njerëzia është gjithmonë kurioze të di se çfarë do të ndodhi me këtë familje. Dhe ne nuk e kemi atë pushtet, atë forcë për të mbyllur gojet e njerëzve. Kam dëgjuar shumë për cilën kam folur, se çfarë do bëj kjo vajzë, a do largohet, a do qëndroj këtu, madje edhe kur jam larguar, çfarë ka veshur kjo vajzë, nuk është veshur me të zeza, po ka lyer buzët, po shkon në punë, punon gjatë gjithë kohës, do me thënë fjalë nga më të shumtat. Unë mendoj që njeriu sado perfekt të jetë, sado mirë të jetë, askush nuk i mbyll gojet e njerëzve për ta bërë dhe për ta nxjerrë nga vetja, përpos asaj çka mund të përcjellë. Ida sot kur e sheh veten mbrapa, sa e krenare për gruan që je bërë? Jam shumë krenare për veten dhe për besimin që kam krijuar në vete, sepse një periudhë nuk kisha besim veten time. Humba çdo shpresë, mund thoja, çdo gjë, por prapë ecem atë ëndrrën që okay, unë jam e fortë dhe doja dal. Dhe siç e thash, mbështetja e këtyre vajzave që më kanë shkruar ka qenë shumë e madhe dhe më kanë bërë që unë të ecë përpara. Sa herë që kaloja një moment pesimizmi, më thonin që shiko, ti nuk je kjo. Edhe unë okay, vazhdoja, ëndërroja, do të bëj këtë, do të bëj atë dhe gjithmonë kam ecur përpara, duke ecur me këto plane që unë do arrij sepse unë jam shumë e fortë, unë kam një energji. Nuk e di nga më buron kjo energji her pas here, kam një energji shumë të madhe dhe them ku do ta harxoj këtë energji, po shqyr Zotit vetëm për gjëra të mira e kam shfrytzuar deri tani. Dhe uroj që t'jesh gjithmonë e tillë dhe të mos dorëzohesh asnjëherë. Surprizat nuk janë dalur për ty sot. Sepse i përmende edhe kusherinën tënde, e cila po ashtu edhe ajo të ka dërguar diçka. Sabina dhe Angela, të dyjat bashk. E dashur Ida, ndoshta nuk ta kemi thënë shpesh me fjalë, por duam ta dish se sa shumë të admirojmë. Ke kaluar gjëra që shumë njerëz nuk do t'i kishin përballuar dot, e megjithatë ti ke qëndruar në këmbë. Ke luftuar me ankthin, me dhimbjen, me humbjen më të madhe, dhe prapë nuk u dorëzove. Ke qenë një femër shumë e fortë dhe kur ishe e lodhur, e buzëqeshur, edhe kur zemra të dhemte. Për Raiden i e gjithçka, nën, mburoj, forcë, dashuri pa kushte, dhe kjo është diçka që askush nuk ta merr dot. Është një heroizëm që nuk shkruhet në libra, por jeton në zemra. Sot të shohim më ndryshe se kurrë, më të qetë, më të fortë dhe më pranë vetes. Ne jemi shumë krenar për ty, jo sepse çdo gjë është më e lehtë tani, por sepse ke mësuar të mos dorëzohesh kurrë.
Çdo sprov që ke kaluar në jetë nuk të ka thyer, por të ka bërë një njeri më të thellë, më të ndjeshëm e më njerëzor. Zemra jote ka njohur shumë dhimbjen, po prap ti dita doj fort. Ke ende shumë dritë për të dhënë dhe shumë ditë të bukura për të jetuar. Nuk je vetëm, ke njerëz në jetën që të duan, të shohin si shembull dhe që janë gjithmonë pranë teje. Ti je ai lloj personi që edhe pse ke kaluar dhimbje të mëdha, gjithmonë gjendet pranë të tjerëve. Kur dikush ka nevojë për të, ti je aty. Ne ta kemi thënë gjithmonë që duam të jemi si ti, je një idhull për ne dhe jemi shumë të lumtura që të kemi pranë nesh. Vazhdo të besosh te vetja sepse je më e fortë nga se e mendon dhe kur ndonjëherë rruga të duket e vështirë, kujto sa larg ke ardhur. Njerëz si ti nuk harrohen kurrë sepse lën gjurmë në zemrat e të tjerëve. E dim që sot nuk jemi dot pranë teje për të lexuar nga afër këtë letër, po ti e di që me zemër jemi gjithmonë tek ty. Nuk kam fjalë, surprizat sot s'pas kanë mbaruar, nuk e prisja këtë gjë që është e vërteta, sepse që kur i thashë dem në një emision, do me thënë, nuk më kanë lënë të dyshoj fare. Sabina është, si që thashtë më përpara, e kam si motër dhe më zgjendur pranë në çdo moment të jetës së saj, dhe pse kemi diferencë moshe, është rritur aty, unë e konsideroj si motrën time të vogël, do me thënë nuk e ndaj nga zori që të dyja, që të treja në fakt jemi shumë të lidhura. Angji është shoqja e ngushtë e Sabinës, janë rritur bashkë dhe kudo që ishte Sabina ishte edhe ajo. Sa ndihesh e përmbushur ndoshta që ke kaq shumë njerëz që të dojnë dhe ta adhurojnë rreth teje. Ndjem shumë e fat, madje Sabina ma thot shpesh herë, ma ka thënë me kohë që unë dua të bëjmë si ti të shikoj si idhull dhe unë gjithmonë qeshja nga kjo gjë, mirë si me shaka, por që më ka lënë pa fjalë, thjesht nuk kam fjalë, është një surprizë shumë e bukur. Krit në fund i da diçka që ndoshta për krejt ata që po na ndjekin nga televizionet e tyre që janë duke kaluar në të njëjtën situatë, çfarë do ju thoja? Do ju thoja që jeta është shumë e shkurtër dhe është shumë e bukur për të ngelur në vend dhe për të ngelur pas. Duhet të ecim përpara për njerëzit që na duan, sepse realisht ne kemi njerëz që na duan shumë, kush mund të ketë fëmijë, duhet të bëjmë përpara për ata, duhet të bëjmë përpara për familjen, për prindërit, për të gjithë ata të dashurit të cilët na rrethojnë. Në radhë të parë duhet të mendojmë për veten tonë dhe në radhë të dytë për familjen, sepse është shumë e shejtë dhe ne mendojmë se duke i bërë keq vetes ne lëndojmë edhe ata. Dhe mendoj që duhet të bëjmë përpara për të ecur, sepse thellë brenda nesh ekziston një energji dhe një fuqi që çdo kush e ka, por dikush mund ta ketë të shfaqur, dikush mund ta ketë të fshehur. Falenderoj shumë për këtë mesazh dhe për krejt këtë histori që e ndove sot bashkë me neve. Faleminderit ty për këtë intervistë dhe për të gjitha emocionet pozitive që më dhurove sot. Faleminderit shumë. Nga kjo bisedë po kalojmë në marketing, kthehemi pas pak.